Unë si deputeti i Qagut të Shkodrës, shprej një shqetësim se është në shqetësimi më i madh si ka zona veriore, jo Shkodrës, pa dhe komplet e zonë veriore, është rruga si fletet të Shako, rruga Milot Shkodër, edhe alas pa shohëm sikur ka një projekt sikur do të fillojnë më ba. Është rruga ma domosdoshme, se një kohë veret bën 4-5 orë më ardhë në Tiranë. E gjithë ka vjen, qarkullim i blokohet në një Lezhë, e deri të ura Milotit. Për një Lezhë, deri Milot, 2 orë, 3 orë, më ka ba mu. E bën të tanë dhe zonës veriore, të tanë Shkodrës, ardhë në Tiranë është shumë problematike, si mos kohën e verës. Edhe të shqivim për ditë në Tiranë, do të mu që një 6 sati, për më ardhë me kalu pa u ranu qarkullimi. Sidomos në verë, është shumë problematike rruga Shkodër, Tiranë, sidomos Shkodër deri te ura Milotit. A folë të sa kohë, do të fillojnë. A mund ta dina kur është projekti, kur e ka, e keni si plan qeveria për me fillu, ba me rrugë s'ka s'kisha, është gjëja më domosdoshme për zonën veriore. Për Milot Balldranin ne ndodhemi në fazën e vlerësimit të ofertave të palëve, kemi patur rastin ta diskutonim dhe gjatë prezantimit të projektit. Keni shumë të drejtë, u përmend fakti i dështimit sepse ndodh që procedurat edhe mund të ndështojnë. E rëndësishme është që praktikisht procesi po ecën përpara dhe ne shpresojmë që në mes të këtij viti të vitit që vjen të kemi fillimin e punimeve në këto segmente kaq të rëndësishme. Pra në kuptimin e financës dhe përdorimit dhe investimit do jenë kontrata me financim publik privat, të cilat kanë funksionuar gjithë botën dhe heqin koston paraprake që shteti do duhet paguajë në lidhje me investime kaq të rëndësishme nga pikpamja financiare, dhe sigurisht në lidhje me kohën ne ndaj me ju të njëjtin shqetësim sepse do të kishim patur patjetër të gjithë dhe kemi një gjithë interesin që praktikisht kjo zonë kaq, pra kjo arterie kaq e rëndësishme e zhvillimit kulturor, historik, ekonomik, social të vendit, pra bëhet fjalë për normalisht të shërbehet në momentin më të parë në mënyrë që të ketë dhe është e domosdoshme. Pra keni dhe gjeni te ne të njëjtën ndjesi, të njëjtin interes dhe pjesa e procedurave pra është në zhvillim dhe ne do dojmë të ndalim me ju në vijim edhe ndarjen e procedimit sepse do jetë një fakt publik që do të kemi kënaqësinë ta ndajmë me juve dhe ju pastaj me zgjedhësit tuaj në gjitha zonat ku ju operoni.